Zoti në profecinë e tij të shenjtë më tha se do të shfaqej një sëmundje në jetën time, por që të mos shqetësohesha sepse ai do të ishte me mua në çdo moment. Dhe ndodhi që në vitin 2015 u diagnostifikova si paciente me epilepsi dhe me një keqformim në tru. Isha viktime bullizmit për shkak të krizave epileptike dhe njerëzit më thoshin që t'i jepja fund jetës. Por në profeci Zoti më tha të mos shqetësohesha sepse ai është Perëndia që jep dhe merr jetën dhe asnjë degpeme nuk lëviz pa vullnetin e tij. Zoti më dha një ëndër ku motra Maria Luisa më fshinte lotët, më përqafonte dhe më thoshte se çdo gjë do të shkonte mirë, se krizat epileptike do të zhdukeshin. Pas 2 javësh, krizat epileptike u zhdukën. Mjekët jepnin gjithmonë diagnozat dekurajuese, ju nënshtrova procedurave të ndryshme kirurgjikale në të cilat gjithmonë Perëndia u shfaq. 2 vite më vonë u diagnostifikova me humbje të kujtesës dhe sot dëshmoj për të përlëvduar dhe për të lartësuar emrin e Zotit se Perëndia ka hequr krizat epileptike, ka ndaluar keqformimin në tru dhe unë kur nuk kam pasur humbje kujtese. Dëshmoj për të përlëvduar dhe për të lartësuar emrin e Atit tim qellor. Dua të dëshmoj për të përlëvduar Zotin. Zoti na dërgoi nga Pereira në Bogota rreth 6 vite më parë. Si premtim, Zoti më tha se do të më jepte punë në një kompani shumë të rëndësishme. Dhe kështu ndodhi. Gjithashtu më thoshte se në ato pozicion që do të merrja, do të kisha shumë punë dhe do të shtrihesha në mbrëmje në shtrat shumë i lodhur, por që duhet të vazhdoja ta bëja pasi çdo gjë do të ishte për të më bekuar. E kështu vëllezër, unë kisha një orar pune shumë të gjatë dhe e përfundoja punën shumë i sfilitur. Dhe në lutje e falenderoja Zotin për punën që më kishte dhënë, por i kërkoja të më jepte një punë tjetër ku të kisha më shumë kohë për të, sepse nuk më mbetej kohë për të shkuar në kish. Dhe gjithashtu i thoja se prej parave unë nuk do të arrija shpëtimin dhe jetën e përtejme. Me punën që kisha nuk do të gjëja hir përpara tij, sepse unë kisha nevojë për kishën. Dhe kështu Zoti më përgjigj. Në ato ditë edhe bashkëshortja ime mbeti shtatzën dhe unë dëshiroja shumë të kisha një vajzë. Dhe Zoti ju përgjigj kërkesës time dhe më tha në profeci se do të më jap punën që ke kërkuar, pasi e ke kërkuar për të qenë më pranë meje, dhe do të transferoj në një qytet tjetër ku do të jesh më pranë kishës time. Do të kesh kohën që ke kërkuar për të përqendruar në gjërat e mia dhe do të plotësoj dëshirën e zemrës tënde. E kështu Zoti mundsoi që të transferoheshim në Antiokia dhe tani punoj gjithashtu për një kompani të rëndësishme në vend dhe më dha vajzën që ai shumë dëshiroja dhe e dëshmoj për t'i dhënë nderin Zotit.